Lut janë zot. Edhe po, gjithmonë, unë I kisha lutë edhe hoxhën e nderuar, edhe pastorin vllazët e mi. Gjithmonë ky popull oti dashten m'ia shpjegu në gjuhën tonë bukur, beku në gjuhën e të madhit Zot shqip. Që ne kuptu çka ke thënë. Se natyrisht, këtu është thelmi. Nuk I di unë pse hoxhallarët e mi, vllazët e mi ata pasën, pse pe mlon me këtë flamar. Po kompon tyrbe çikoç si flamore. Po vllazën, dëgjoni për edhe një herë. Pse pe mlon me këtë flamar? Me çfarë flamuri? Me atë shqiponi në zesë që në kanë vdek shumë burra. Që vabë, dhe më mlu. Pa e, bjema këmo se me qëtojnë më lej. Hi që këtonë me qëtojnë më leo. Që t'ja përmi këto, bu? Pa me qëtojnë e si bjema këmo. E pa tash, po, vjen shumë keq, po të thamë kam vlla, ty edhe këtoni. I kam vlazet. Me këto më leo ato hoxh, me këto do të shkojmë atje ku duhet me shku, ku ka shku shahidi, Baca Deb Mjashari, e shumë trima, ty fillu nga gjerë s'ka se joti. Mos më merre notë se pasha zotën në duhet. Ka thonë nuk është që janë merre notë. Papja e ka tonë kejta? Papja e ke këto këtë, papja jenë shumë këtë. Bravo. Veç për se po quët qajse. Ja, shumë. Që? Shqibër që është nga ka hije. Kështu nga ka hije për hoqë. Ashtu. Hoqë. Edhe këtu ka ajete kuranore që I përmende. Në regull, po. Edhe këtu do të kemi respekt. Kjo është libri I shenjtë. Kjo është aspektit, do më thonë, feja edhe kombi. Po. A kupton? Po. Se nëse e ullë një tjetër... Pas mi përzin, krypen me shegjenë, se s'ka se gjehan. Jo, pasha, krypen me shegjenë. Dishka, vish një minutë, tonë do t'i bra. I morëm 2 gota, gjoni. Nëse I qesëm qajt pak sheqer ma shumë, pijet 2 qysh. Edhe sups, pak, kryp ma shumë pjetish. Ku ko basë më me I përzi krypen edhe sheqerin. Ta prish lukëtin s'ka kur që janë. E vërtet. Hoxhallarët të tonë, digjom. Të e manet se jem shpirt të I bajten. Edhe këti lajt. Ko të më vërosni me këtë flamuajnë me më vëros. Se kur ka shku shumë djem, edhe me atë kongën o I Shqipni, më stoj marova. Bravo. A kishëm gudzu sonë të me konë që të këtë kishin hi ata. Ja, më Shka po boni këto. Po, hoqë, shkërtimisht se pastorit I kena me të borgjë. Po, sa gërë, jo, kur farë borgjës të ka një hizmë. Borgjë moral. Unë e veç po këmë dëshirë, si shtarë majrë pastorit që neve nga dëgjojnë mira njerës, mos të më qindre, miliona. Duhet t'i dojmë të 2 gjëra. Ne kemi do më thonë që 25 vite që diskutohet a kombi, apo feja, a me flamur, me kurana, më këtë. Pa u prejk, ndërumë, na duhet t'a dim që nga historia jonë, njerëzit që janë vrarë më së shumti në Kosovë, ose në troje shqiptare, këta që kanë dashur dhëun, që rilindas, janë vrarë nga dora shqiptare, të paguar. Unë them që nëse duam kombin, mos të mbetet në u duk në dukje, se jemi si popull që I vlerësojmë njerëzit nga makina që e vozi, nga kati teshat që e vesh. Po kam dëshirë që nëse dikush e lexon Kur'anin, mos ta kesh përdor e të bëhet I pasur, shpëndosët në Kosovë. Ose tjetri do me thonë, do me thonë Korani I përthim që është në gjuhën Shqipe, ose kuptimi I Koranit, edhe të flamurej. Shumë njerëz të thrasin, vërtet komplet raste, që ju gjallë kështu, ju andej, ju këndej. Po kur jenë momenti me pyet, sa pagun ti tatim me që e dënë këtë flamurat shumë, ne nuk duhet mi këtë tatimi, se në thash edhe në emision të tjera, me këtë tatim që paguhet, ti e dëshmën që e do flamurin ose shqiponin 2 krenare. Po kam frikë që nga njerë po kesh përdoret feja, dhe kur po dolëm në këto debate, qoftë në emision të tjera, qoftë të ju, tash aj që po folë ma shumë për flamurin, aj po mërë kritime, dhe më thonë thjesht, na duhet imi sinqert me krijuesin, edhe me popullin tonë. Ja, se banë për kritime Jo, unë po të kuptoj. Këtë rasisht, as nuk e kuptoj bile që ka thonë, pas milione për të kalëzim, më thonë drejtë. Po, edhe vetëm ta kërë, po. Pasha zotën ju. Jo, as gjithë, as... Pasha parandin ju. Unë po të besoj, Kërët rasisht, pasha zotë, pasha parandin ju. Na mu do më thonë se asgjë nuk prish të Zoti, prapë se prapë kërkon në tallë. Që më Hoxha po thotë jeni lidhur. Hoxha nuk është kundër me mblu me flamë. Jo, më nuk është. Unë që djeni vjet ishte, do më thonë, kishte qit një familjar në Facebook, një vjetori që I ka vdek baba, për një njeri që ka fol 5 ku namaz dhe I ka posë mbi 500 njerëz
të strehuar gjatë luftës së vitit 1999, fjala është në fshatin Reznik, komuna e Vushtrisë, për Rifat Bellopojen. Edhe mu dha mundësia tha hoshti do t'ja farë xhenazën, namazën e xhenazës,